Fermerët e zonës së Lumit të Vlorës po përballen këtë vit me një sër problematikash që po i vështirësojnë ndjeshëm punën. Përveç tregut të dobët të shitjes së produkteve bujqësore, ata ngrenë shqetësimin për dëmtimet që kanë pësuar kulturat, veçanërisht ato të domates. Shiko duhet që të shikosh mesin ti iku në lumë, qartë të më një vazhdo. Vej për marrë pesticid ato s'bëjnë një efekt. Fare. Po fare se kjo domate. Kjo nuk shitet. Unë e kam pru kështu. Po e hoqa. Por do, shkoj. Këtu është krimi brenda. Qa që krim pa po domate. Këtu janë pesticide që marrim neve. Po. Ky është qarë ymë. Fermerët shprehen gjithashtu se nuk kanë marrë asnjë mbështetje nga Bashkia e Selenicës. Sipas tyre, institucionet lokale nuk kanë dalë në terren për të parë situatën, ndërkohë që edhe kanalet vadice në shumë parcela janë jashtë funksionit. Na morën e erdhën dhe e pan atë, do t'u japim thanë shpërblim. Vajtë atje në atë të bujqësisë, gjatë ke për të marrë sa 250.000 lekë, po s'ka ka dalë akoma emri sa për të marrë parat. Vajtë në bank nuk i morëm. Deri më sot jemi zero. Një ndim nga bashkia nuk kemi që të na vijë një specialista, një agronom që të shikoj për kanalet, për kultivimin që bëjmë, për prodhimet që marrim, po thoj se zero fare. Fermerët kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe mbështetje për të përballuar dëmet dhe për të mos e braktisur tokën.